Festa e Fitër Bajramit gjithmonë bart mesazhin për të bërë vepra të mira. Me këtë rast, ashtu siç ishte paralajmëruar, këtë të shtunë në sheshin Iliria filloi aksioni për ndarjen e 5000 pakove për fëmijët e Tetovës. Qëllimi i këtij aktiviteti është që në prag të festës së Fitër Bajramit të gëzohen fëmijët të cilët mezi e presin këtë festë. Amar Dauti nga shoqata Uniteti Islam shprehet se përmes këtij aktiviteti synojnë të afrohen ende më shumë me njerëzit dhe t'i lumturojnë fëmijët në prag feste. Fillimisht falenderojmë Allahun e madhruar që na mundsoi ta realizojmë këtë projekt nga shoqata Uniteti Islam dhe siç po e shihni sot po shpërndahen dhuratat e Bajramit për fëmijët e këtij qyteti dhe qëllimi dhe gjithë synimi është që ne t'i gëzojmë fëmijët tanë dhe ata të kuptojmë se edhe ne në fen islame dim që të gëzohemi dhe kemi një ditë të veçantë në cilën gëzohemi, gëzim ky i cili ngërthen vetvete kuptime të mëdha, pas një adhurimi, pas një ibadeti në muajin e bekuar të Ramazanit, vjen festa e Fitër Bajramit për të gëzuar dhe për të shpreh mirënjohjen tonë karshi të mirave të Allahut subhanahu wa taala që na i ka dhuruar. Pritjet janë që vitet e ardhshme të jetë edhe më madhështor realizimi i këtij projekti. Duke qenë se numri ka qenë goxha i madh, 5000 dhurata, fillimisht kishim droj dhe mendonim se a do të mund t'i shpërndanim. Mirë po, sot siç po e shihni është ora 1 dhe vetëm se një pjesë e madhe ose pjesa më e madhe e dhuratave janë shpërndar. Afër 3000 dhurata domethënë janë shpërndar, tani po presim që të vi kamioni tjetër i radhës për të shpërndar edhe pjesa tjetër e dhuratave. Mendojmë me lejen e Zotit që në vitin e ardhshëm ndoshta mënyra e manifestimit dhe gëzimit për festën e Fitër Bajramit do të jetë diçka më madhështore se sa kjo. Mirë po, ajo që dua të theksoj përsëri është se gjitha falënderimet i takojnë vetëm Zotit madhruar e pastaj të gjitha ata të cilët janë bërë shkaktar që ta ndihmojnë realizimin e këtij projekti. Qoftë nga ana financiare, po qoftë edhe ata vëllezër të cilët janë angazhuar në përgatitjen e këtyre dhuratave. Shoqata Uniteti Islam realizon në vazhdimsi projekte të ndryshme rreth mësimbesimit fetar, projekte rreth edukimit të brezave dhe predikimit të islamit nga hoxhallar eminent. Shoqata Uniteti Islam është shoqatë me karakter fetar, humanitar dhe kulturor. Kjo shoqatë është aktive që nga viti 2008.